Emri Joz Markut është përfolur së fundmi si një nga opinionistët e mundshëm të shtëpisën të famshme në Shqipëri. Mirëpo vetë ai ka zgjedhur të sqarojë situatën gjatë një telefonate live në një emision ku vendos përballë pyetjes së drejtë për drejtë. Në vend të një poje të prerë, Joz Marku dha një përgjigje që vetëm sa shtoi më shumë kuriozitetin rreth rolit të tij. Urime dhe suksese për kolegen, edhe jam edhe s'jam, akoma nuk kanë firmos ndonjë kontratë. Më mirë pyetni Franceskën, tha ai duke i referuar Franceska Muratit, e cila tashmë është konfirmuar si opinioniste e programit. Deklarata e tij later nënkuptohet se bisedimet mund të jenë në zhvillim, por asgjë nuk është finalizuar zyrtarisht. Ndërkohë, fansat në rrjetet sociale kanë nisur të spekulojnë se formati mund të sjellë këtë vit një panel më të fortë dhe më dinamik, duke kombinuar opinionistë me eksperienca dhe karaktere të ndryshme. Me nisjen e shtëpisë më të famshme në Shqipëri që po afron me shpejtësi, publiku mbetet në ankth për të mësuar se kush do të plotësojë panelin e opinionistëve në fan club. Ndërsa Franceska tashmë është e konfirmuar, statusi i Joz Markut mbetet pezull duke e bërë akoma më intriguese pritjen e njoftimeve zyrtare nga produksioni. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.